Përveç fakteve dhe burimeve historike, një ndër mënyrat për të njohur një periudhë të caktuar janë edhe kujtimet ose memoristika. Pikërisht për këtë gjë do të dëshiroja të flisja ditën e sotme duke u ndalur në letërsinë memoristike, e cila për hir të së vërtetës pas viteve 90 në Shqipëri ka pasur një boom shumë të madh. Këtu vlen për t'u theksuar se jo gjithçka që është shkruar mbart vlera, por unë do të dëshiroja ditën e sotme për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema të ndalem në 5 libra memoristik të cilat japin një kontribut të vyeshëm për periudhën dhe për njohjen e diktaturës komuniste, për rezistencën morale dhe për tjetërsimin e individit në diktaturë. Vepra e parë të cilën unë e kam përzgjedhur për ditën e sotme është vepra monumentale me kujtime e priftit franceskan Atzef Plumi me titull Rëno vetëm për me tregue, e cila përfshin një periudhë të rëndësishme nga viti 1944 deri në vitin 1990. Rrëfimi nuk mbetet në kufijtë e biografisë personale. Përmes përvojës së autorit, libri hap një panoramë më të gjerë, botën franceskane të Shkodrës, shkatrimin e institucioneve shpirtërore, mekanizmin e frikës dhe dhunës shtetërore, por edhe mënyrat e mbijetesës morale në kushte robërie. Në këtë kuptim, vepra është një hartë njerëzore e një epoke të errët. Rrugët e ferit të shkrimtarit Visar Zhiti është një nga dëshmitë më të forta të përjetimit personal të diktaturës komuniste. Metafora mbi të cilën ndërtohet rrëfimi i Zhitit shndrohet në një rrëfim dantesk për përjetimet e tij qoftë në burgun e Spaqit apo qoftë në burgun e Qafbarit. Përmes një proze me nerv poetik, Zhiti nuk përshkruan vetëm vuajtjen personale, por ndërton një rrëfim koral të një bote të mbyllur, ku poezia shpallet faj, fjala survejohet dhe njeriu reduktohet në numër. Rrugët e ferrit nuk janë vetëm galeritë e minjerës apo oborret e burgut, por edhe rrugët e frikës, poshtrimit dhe dehumanizimit. Megjithatë, libri mbart edhe një tjetër dimension, mbijetesën shpirtërore. Brenda errësirës, fjala poetike shfaqet si akt rezistence, si dëshni se njeriu mund të mos thyhet plotësisht. Askush më mirë se sa Fatos Lubonja nuk do të na jepte ne mekanizmin e dënimit, por mbi të gjitha atë të ridënimit në burgjet shqiptare. Pikërisht vepra memoristike ridënimi i Fatos Lubonjës është një kontribut i jashtëzakonshëm jo vetëm për të treguar përvojën personale të shkrimtarit dhe të autorit në diktaturë, por për të na dhënë dhe një panoramë të gjithëpërfshirëse të dhunës, të tjetërsimit, por mbi të gjitha të ankthit të ridënimit që përjetonin të burgosurit politik në burgjet shqiptare. Ridënimi në burgjet shqiptare nuk është përjashtim, por logjik sistemike, një formë absurde drejtësie që prodhon faj edhe kur koha e dënimit mbaron. Në këtë kuptim, ridënimi e paraqet diktaturën si një makineri që ushqehet me frikë dhe pasiguri, duke e mbajtur individin gjithnjë nën kërcënim. Një tjetër vepër të cilën e kam përzgjedhur për ditën e sotme është vepra Spaçi e shkrimtarit Max Velo. Kontributi i Max Velos me këtë vepër në gjykimin tim është i jashtëzakonshëm sepse ai nuk na rrëfen për burgjet e mitizuara dhe për heroizmat e të burgosurit politik, por nga ana tjetër ai e çmitizon figurën e të burgosurit dhe na tregon pikërisht për jetesën e vështirë dhe për përballjet e vështira që përjetoni të burgosurit politik, qoftë edhe me njëri tjetrin. Rrëfimi i Velos nuk është thjesht kronik vuajtjesh, por një përpjekje për të çmontuar keqpërfaqësimet, heroizimet e thjeshtuara, narrativat sipërfaqësore apo romantizimet e ferrit. Spaçi shfaqet si një mekanizëm i ftohtë pushteti, ku frika, puna e detyruar, poshtërimi dhe shkatrimi psikologjik ishin pjesë e përditshmërisë, ndërsa mbijetesa kërkonte një ekuilibër të brisht mes dinjitetit dhe thyerjes. Nën terrorin komunist është një ese e shkruar nga Luan Myftiu në vitin 1991 dhe e botuar për herë të parë në vitin 1994. E lash kjo pa qëllim në fund për të treguar edhe një detaj tjetër, siç e thash dhe në fillim të kësaj video, pas viteve 90 ka pasur një boom të madh të letërsisë memoristike, por kjo ese, kjo vepër e Luan Myftiut është e para që e hap siparin e të gjithë kësaj letërsie.
Luan Myftiu me këtë vepër na sjell pikërisht mekanizmin e terrorit dhe mekanizmin e dhunës në burgjet komuniste, duke u nisur nga një përvojë individuale dhe nga një përjetim personal. Pa retorik hakmarrëse, nën terrorin komunist, mbart vlerën e dëshmisë së kthjellët dhe të analizës etike. Është një tekst kujtese që ndihmon të kuptohet se terrori nuk ishte rastësi historike, por një sistem i ndërtuar me kujdes dhe se njohja e tij mbetet kusht për të mos e përsëritur. Këto 5 libra memoaristik pra ishin edhe sugjerimi ynë për këtë fundjavë për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, por jo vetëm. Sigurisht si të gjithë rekomandimet kemi të bëjmë me subjektivitet të theksuar përsa kohë që ato bëhen vetëm nga një person i caktuar, por më besoni se të 5 këto vepra pra përbëjnë një mozaik të plot të gjithë vuajtjes, të gjithë panoramës së diktaturës komuniste në Shqipëri, treguar dhe rrëfyer me mjeshtëri artistike nga këta autor dhe nga këta shkrimtar.